Fatmir Limani, bashkëveprimtar në UÇK në vitin 2001 me Ali Ahmetin, Musa Xhaferin, Fazli Veliun, Sadullah Durakun, Hasbi Likën e të tjerë. Ai më pas ishte pjesë e BDI-s për rreth 20 vjet. Ka bartur funksione publike si kuadër i BDI-s, ndërsa një periudhë ishte zëvendës drejtor në ELEM. Limani është edhe në lidhje familjare me Ali Ahmetin. Unë jam nip, ta shpjegoj. Nana ime dhe Fazli Veliu janë vllai i motë. Ndërkohë që nana ime Ali Ahmetin e ka djalë halle. Që i bi është prej të dajës dhe ne i themi me automatizëm daj. Po daj biologjik dhe ta afërt vllat nanës e kam Fazli Veliu. Në vitin 2021 ai prishi raportet me BDI-n pas pakënaqësive që kishte dhe kandidoi si i pavarur për kryetar të Kërçovës. Një kohë të shkurt ishte pjesë e grupit të zjarrit së bashku me disa zyrtarë të lartë të BDI-s, të cilët shprehan pakënaqësi ndaj qeverisjes së partisë së Ahmetit dhe në veçanti me emërimet e saj në ekzekutiv. Ndërkohë, në fillim të vitit 2022, zyrtarisht u bë pjesë e lëvizjes Besa. Tani Limani me lëvizjen Besa është pjesë e koalicionit qeverisës në kuadër të koalicionit Vlen. Ai është emëruar ministri i politikës sociale, demografi dhe rini. Së fundmi, në rrjetet sociale, shkruhet se atij ju është refuzuar viza amerikane. Fatmir Limani nuk ka viza për Amerikë. Si komentoni këtë ka vazhduar mes Sot jemi në një ngjarje shumë më të mirë për detove, është çështje politike, do kemi raste tjera për këto komente. Unë nuk do kisha dashur që U përpoqëm të marrim përgjigje nga ai, por nuk arritëm. Ndërkohë, Limani vendosi që të sqarohet përmes një statusi në Facebook, duke thënë se arsyeja e pengesës së lëvizjes së lirë është se ka flijuar gjithçka për Ali Ahmetin. Arsyeja e pengesës së lëvizjes së lirë është nga fakti që flijova gjithçka për të riadhesuar Ali Ahmetin në vendlindje me forma dhe mënyra të palejueshme nga ligjet ndërkombëtare. Kjo le të shërbej si rikujtim për gjeneratat pasuese që të jenë të kujdesshëm se cilit i besojnë dhe për çka vetmohohen deri në masën e prangosjes së përjetshme. Nëse doni shpjegim më të qartë, i thoni Ali Ahmetit të zgjedh një televizion debativ dhe u asqaroi. Reaguan edhe partitë opozitare. Nga Aleanca e Selës kërkuan dorëheqjen e tij. Kërkojmë menjëherë dorëheqjen ose shkarkimin e Fatmir Limanit. Kjo është vetëm një dështim personal i tij, por një njoll e zezë për gjithë qeverinë. Pas kësaj në Facebook vijoi edhe një shkrim tjetër i Limanit. Dhe çka nëse viza nuk është e refuzuar, o Tosun Pasha, mos bëj hop përpara se kërcen. Ambasada amerikane shpeshherë di të refuzoj viza për politikan, sidomos kur bëhet fjalë për korrupsion. Më herët flitej se edhe një ministri të BDI-s nuk ju dha vizë, ndërsa më pas në listën e zezë të Departamentit Amerikan të Shtetit u shpall ish zëvendës kryeministri Artan Grubi.